Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Antarësimi i Kosovës drejt Bashkimit Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit Albin Kurti me presidentin francez Emmanuel Macron në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Kurti informoi kabinetin mbi takimin 120 minutësh me kreun e Pallatit Elizes në Paris. Me presidentin Macron biseduam për rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Krahas asaj, shefi i qeverisë informoi dhe për rolin e rëndësishëm dhe të vazhdueshëm të NATO-s në Kosovë për bashkëveprimin me aleatët veri atlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan. Për bashkëveprimin me aleatët veri atlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan. Forcimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe raportet me fqinjen verior të Kosovës ishin çështje të cilat në kontekst të sigurisë së vendit tonë i diskutuam me presidentin francez. Kosova miraton dërgimin e trupave në Gaza. Në mbledhjen e qeverisë u miratua vendimi për të dërguar në kuvent projektligjin për dërgimin e trupave të Forcës së Sigurisë Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Eyüp Maqedonsi deklaroi se vendimi është ndërmarrë në kuadër të bashkëpunimit me aleatët ndërkombëtar dhe në përputhje me detyrimet ligjore dhe ndërkombëtare. Dërgimi i FSK-s në këtë mision përfshin pjesëmarrjen e personelit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në kuadër të komandës së unifikuar të Forcës ndërkombëtare të stabilizimit, e cila ka për mision të mbështesë zbatimin e planit gjithëpërfshirës për të dhënë fund konfliktit në Gaza. Maqedonsi garantoi se operacionet e Forcës ndërkombëtare stabilizuese do të kryhen në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara të drejtën ndërkombëtare detyruese të zbatueshme, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, rregullat e angazhimit të Forcës ndërkombëtare stabilizuese, marrëveshjet e zbatueshme për mbrojtjen e statusit dhe instrumente të tjera detyruese. Ky angazhim është në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila ka krijuar kornizën ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në Gaza dhe mbështetjen e një force të përkohshme ndërkombëtare me fokus në siguri, stabilitet, mbrojtje të civilëve dhe mbështetje të përpjekjeve humanitare. Politik. Kryeministri i Kosovës paralajmëroi takime me opozitën lidhur me çështjen e presidentit. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti u përgjigj pozitivisht teksa po shkonte në zyrën e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Kur ka kaluar mbi një javë që kur gjykata kushtetuese vendosi që presidenti të zgjidhet një afat prej 34 ditësh, shumica në pushtet ende nuk ka bërë asnjë lëvizje. Edhe më herët, Albin Kurti paralajmëroi takime me kryetarët e partive opozitare, por tha se më parë nevojitet konsultimet e brendshme. Vijon betejë për zgjedhjen e presidentit në Kosovë. Kryetaria e Kuvendit Albulena Xhiu deklaroi se nuk është përmbyllur seanca për zgjedhjen e kreut të shtetit, por vetëm është ndërprerë dhe do të vazhdojë sapo të plotësohen kushtet. Në seancën e 5 marsit, unë kam thënë që seanca ndërpritet, por jo përmbyllet. Dhe kam thënë që ajo do të hapet dhe do të thirret pra kur të plotësohen kushtet. Ajo tha se pret që të ketë takime dhe përpjekje nga subjektet politike për të arritur një zgjidhje dhe për të shmangur zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë pres që të ketë kërkesa, ftesa për takime nga kryetari i vetëvendosjes, kryeministri Albin Kurti, për subjektet politike. Siç u njoftova, kryeministri Kurti sot ka bërë të qartë që do të vazhdojë me ftesat për subjektet grupet parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj uroj që këto debate, këto diskutime, këto takime të çojnë deri tek një zgjidhje për çështjen e presidentit. Është shumë e rëndësishme që vendi mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kryeu i grupit parlamentar të LDK-s paralajmëron se nëse vetëvendosjes i mungon vullneti për një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, atëherë kjo forcë politike është e gatshme për zgjedhje të reja. Jona Lushaku theksoi se partia e saj e pranon vendimin e gjykatës kushtetuese dhe do të vazhdojë të mbajë qasje bashkëpunuese në dialogun politik për zgjedhjen e presidentit. Është tepër e rëndësishme që në këtë fazë Kosovës t'i jepen institucione funksionale dhe të mos cënohet për asnjë çast funksionaliteti i shtetit tonë. Ne do t'japim kontributin tonë për aq sa është përgjegjësia jonë, por duhet mos harruar se përgjegjësinë kryesore e bën partia më e madhe, që ka numrin më të madh të deputetëve dhe pa të cilën nuk mund të zgjidhet presidenti. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës deklaron se synimi i shumicës në pushtet është të marrë kompetencat e presidentit të Republikës pas mbarimit të afatit të Vjosa Osmanit. Në një konferencë për shtyp nga ambientet e Kuvendit të Kosovës, Ramush Haradinaj tha se lëvizja vetëvendosje dëshiron që ushtruesi detyrës e presidentit të jetë kryetari e Kuvendit Albulena Xhiu. Duket që në VV ka një plan në kohë
Pra fillimisht për ata është me rëndësi që kryetarja e Kuvendit të jetë edhe ushtruese detyrës presidentit, pra nuk po nguten para datës shpesh, pastaj shohim që do ta menaxhojnë, po ne varemi nga iniciativa e tyre. Pra është e pamundshme opozita me marrë iniciativën e temë që kjo, ju dini na janë dhënë 34 ditë, 10 prej tyre shkuan, po shihet qartë që është e lirë në datën kur presidenti aktuale kryen mandatin, ushtruesi i tyre presidenti vjen në zonën e Haxhiu, pra VV po pret. Haradinaj konfirmoi se kjo forcë politike ende nuk ka vendosur se si do të veprohet me votat e saj për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Ka vota, 6 i ka, po nuk i ka të përcaktuar si me vepru. Ju thash edhe një herë nuk kemi asnjë zhvillim, çfarë do natyre qoftë, edhe shihet qartë pra, që ka të bëjë me kohën. Po pritet 5 prilli, që me shku në zonë e Osmani, me qenë ushtruesi i tyre presidenti zonë e Haxhiu, e pastaj ta shohim çka bëjnë. Ekonomi. Miratohet paga e 13 për gjithë punojësit e administratës publike në Kosovë. Ministri i Financave Kuran Murati tha se ky vendim vlen për gjithë zyrtarët publik që kanë përmbushur kriteret e përcaktuara. Është rasti gjithë atyre personave që tashmë kanë 12 muaj të plot, pra në sektorin publik, dhe marrin pagën e 13 të plot, e cila është e barabartë, pra kur llogaritet, është e barabartë me vlerën e koeficientit shumëzuar me njësinë e koeficientëve që ka pozita përkatëse për personin, i cili është në listën e pagave në muajin mars, pra në këtë muaj. Përfitues të pjesëshëm të kësaj page janë ata persona që nuk kanë një vit punë në administrat. Mirë po kemi hasur edhe në rastet pra kur ka situata që nuk i kanë përmbushur të gjithë 12 muajt, për qenë sa më fair dhe sa më korrekt, jemi dakorduar me thesarin dhe kemi siguruar edhe fondet e mjaftueshme që për këta persona pra që nuk i kanë të përmbushur 12 muaj të plot, të jipet pjesa e pjesshme. Ishte Kuran Murati, ministri i Financave i Kosovës. Kryeministri Albin Kurti është kundër propozimit për heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe aksizës për karburantet, duke cilësuar ato si të pamenduara të mirë dhe të pabazuara në praktika të suksesshme ekonomike. Sipas tij, masa të tilla mund të përfundojnë duke favorizuar përfitimet e kompanive në vend që të lehtësojnë barën e qytetarëve. Shefi i qeverisë në Prishtinë njoftoi se kabineti është duke përgatitur një projekt ligj për vendosjen e tavanit të çmimit për produktet bazë. Sipas tij, kjo nisëm është vënuar në të kaluarën për shkak të sfidave ligjore dhe ankesave në gjykatën kushtetuese të Kosovës, por shpreh binje se ligji do të miratohet së shpejti. Komuniteti rom, mashkali dhe egjiptian do të regjistrohen falas në Kosovë. Vendimi i qeverisë është bërë i ditur nga Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal. Regjistrimi i falas e komuniteteve rom, mashkali dhe egjiptian do të dëshmojë përkushtimin tonë ndaj përfshirjes, duke siguruar që të gjithë anëtarët e shoqërisë të njihen dhe të kenë qasje në shërbimet komunale, shkruan Albert Krasniqi. Ekonomia e Kosovës ka shfaqur ngadalësim gjatë vitit të fundit, ndërsa e arritur presionet nga inflacioni. Vlerësimi është bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas raportit, rritja ekonomike ka rënë në 3.6% në vitin 2025, krahasuar me 4.6% në vitin 2024 si pasojë e dobësimit të eksportit dhe kërkesës private, ndërsa inflacioni ka vijuar të rritet duke arritur në rreth 5.7% në janar 2026, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimeve. Krahas asaj, deficiti u thellua në 9.2% të prodhimit bruto vendor si rezultati i importeve më të larta të energjisë dhe ushqimeve. Për vitin 2026 parashihet një ngadalësim i mëtejshëm i rritjes ekonomike në 3.3%, ndërsa inflacioni mund të arrijë në 5.9%, ndërkaq pritet të stabilizohet gradualisht në vitet të vijim. Qeveria e Kosovës do të marrë dhe 80 milion euro kredi nga Franca. Para miratimit nga Komisioni për Buxhet me 9 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Ministri i Financave Kuran Murati vlerësoi se marrëveshja synon rritjen e mbështetjes së Republikës Kosovës në sektorin energjetik në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Dhe ideja synimi këtu është që në kuadër të reformave që parashihen në planin e rritjes, të ketë thellim në reforma të më të tjeshme sa i përket sektorit të energjisë. Pra AFD franceze dhe KfW gjermane kanë vendosur të mbështesin me reforma shtesë edhe në legjislacionin sekondar apo në reforma tjera institucionale të cilat nuk parashihen domosdoshmë në planin e rritjes në thellësinë e duhur. Kosova do të ketë 5 impiante të reja për trajtimin e ujrave të ndotura, si dhe një objekt për magazinimin e kimikateve. Pritet të ketë përmirësime të ndjeshme në reduktimin e ndotjes së lumit. Sitnica, me vlerë 12 milion euro, projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Korporatën Elektrogjitike të Kosovës. Ministria e Ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanolli, tha se projekti është një hap i madh drejt të mbrojtjes së mjedisit në vend.
Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.